Në kërkim të vetes është një rrugtim sa i vështirë, i bukur, e mbi të gjitha jo të gjithë kanë kurajun për ta bërë këtë. Ne do të bëjmë sot një rrugtim shumë bukur në kërkim të vetes së dikujt shumë të veçantë për stafin e emisionit Start. Ai është Eduard Beroshi. Mirëmëngjese, mirë se erdhe. Mirëmëngjesi, nësisi jam këtu. Përmes një ekspozite, jo vetëm me piktura, por me zhanre të ndryshme artesh vjen vetëm për pak ditë. Sa i emocionuar je? Jam shumë emocionuar. Ekspozitën jam të realizu të Kino Studio. Domethënë është një vend perfekt në Tiranë, domethënë. Jam shumë i është kjo Eduard ekspozita jote e parë? Unë kam marrë pjesë në disa ekspozita të ndryshme, por kjo ekspozita e parë personale, domethënë. Personale. Janë rreth 70 punime. 70 punime. Po. Një numër goxha i lartë. Rreth 60 e saj janë të mia, janë punime tekstilit, punime grafiket, piktura, vizatime, pikturë digitale, instalacione, edhe punime realitetit virtual. Kjo është diçka shumë e veçantë. Si e vërtet, është vërtet shumë e bukur edhe shumë e veçantë. Si erdhëm na trego pak deri tek kjo ditë ku po finalizon një rrugtim shumë bukur të ëndin, por edhe shumë gjatë në art, me vepra shumë të ndryshme në flas në zhanër, por edhe në numër. Qysh i vogël, domethënë, ka pas pëlqyer arti, jam marrë me art, kam kryer shkollën e mesme artistike për pikturë tekstil, kurse universitetin e kam kryer për pikturë grafik, edhe domethënë ka shku ta jetën dhe u marr me art. Dhe është bukur në fakt kur e shkon jetën gjithmonë duke punuar me artin, duke krijuar vepra të bukura. Si është ndërtuar ekspozita? Na fol pak për ekspozitën, duke na treguar edhe sa kohë ka në fakt që përgatitesh për të? Domethënë ka shumë kohë si përgatitem. Ato punimet janë bërë gjatë 10 vjeçarit që jam marrë me art, por tash një muj domethënë. Ende koha për të dalë në publik. Po. Ishte mush domethënë, edhe u dote për me bërë një ekspozitë personale. Unë domethënë tek Kino Studio jam tek Catalyst Story Institute. Është një institut domethënë që është hap tash. Janë domethënë bëjnë kurse mësime për aktrim, për skenarist, për regji, po, që kanë ardhur prej Amerikët edhe domethënë së shpejti domethënë këtë datë shtunen me shtat përveç ekspozitës teme, sepse kena menuar ta bëjmë bashkë, ashtu hap edhe agjencia por amerikano-britanike, domethënë në Shqipëri. Ku njerëzit mund të... Një moment i veçantë. Po, shumë. Më të marrë pjesë për veti, sepse përveç pikturës, unë merrem edhe me aktrim. Kam marrë pjesë në disa projekte filmit, edhe në disa reklama, si Love Island in Albania, Digitali, edhe tjera me rallën filma, njerëz dhe fate dyshi e tjerë. Kështu që jam shumë emocionuar si për ekspozitën teme, si për, domethënë, agjencinë që atu hap, sepse do ishte ëndra jam me marrë pjesë në filma Hollywoodit ose në UK. Ta urojmë me gjithë zemër që të hapen rrugë të artit edhe të shkëlqesh siç vetëm ti di të shkëlqesh. Këtë duhet falenderojmë ne për këtë ekspozitë. Kush ishte një mbështetje e jotja gjatë kësaj kohe? Katalisti, Filipi, ai është drejtori domethënë i Katalistit, edhe ai më ofroi si mundësinë, kena dalë për çef, ai është shumë mirë i mirë, shumë mik i mirë, edhe një ditë përveç të fol për filma, ti tregoj për punimet e mia, gjona, tha, "Ne bëj sepse s'më bëj ekspozitë, më bëj se s'bën një ekspozitë." Edhe një ashtu. A është e vështirë Eduard të hapësh një ekspozitë tënde personale? Është një moment i madh, një bum i madh për karrierën tënde. Po, është e vështirë me të thënë drejtën, sepse janë edhe shumë punime në fakt. Edhe janë shpenzimet, koha, kur jellën punë të tjera, e kupton vetë. Por është diçka shumë e veçantë edhe që u dash më bë. Ishte momenti, ndihesh gati. Kjo është më rëndësishme, të ndihesh gati edhe ta pushtosh. Ja ku na ndihmon edhe teknika me një pamje se si do të jetë. Kjo është posteri i ekspozitës. I bukur, interesant edhe... Nëse është mundën me cjerë edhe pjesë të videos. Ne kemi edhe disa pjesë të tjera, patjetër, teknika bën gati edhe pjesë të tjera të punimeve që Eduardi ka bërë për të realizuar. Shohim që ka nisur... Këtu është, domethënë, kjo është si tip reklame, por mas saj do dalë edhe një video ku kam rregulluar gjithë punimet e gjanat, ku është domethënë ku do të realizohet ekspozita.
Çfarë shohim këtu? Këto domethënë janë da video si kam filmu vetë, ku kam qenë në Paris, në vende të ndryshme, në Francë, në Itali, ku kam shku shpesh edhe kam mësu për artin aty domethënë. Sa ndikojnë udhëtimet në krijimin e gjithë botkuptimit tënd artistik? Me të thënë drejtën ndikojnë shumë, sepse unë kam qenë si në jug Francës, si në verinë Francës, në Paris, kam vizitu shumë muze, edhe kur e shef, edhe kur je aty afër, është krejt ndryshe sa realizon libër. Edhe në Itali, në Firenze, në Rom, kam qenë deri tek qyteti Leonardo da Vinci, tek shtëpia Leonardo da Vinci, edhe kur ishe shpiket e tij, punimet e tij, i kupton gjërat më mirë, edhe domethënë mëson edhe më shumë. Nuk mund të mësosh në shkollë sa mund të mësosh kur je atje. Çfarë të frymëzon ty? Kjo është domethënë aja ku kemi disa nga punimet. Këto janë punimet e tekstilit, po? Po, këto janë punimet e tekstilit, atëherë vazhdojnë me punime grafike, vizatime, atëherë nitemi domethënë janë vizatimet, sepse fillon qysh nga hymja deri te shkollat, është mbush të gjithë shkollat me vizatime, atëherë kalojmë te pikturat, kjo është domethënë 2 metër me 2 metër, janë punime të ndryshme. 2 metër me 2 metër, Po, edhe tekstili është një punim 2 metër me 2 metër, po. Edhe çam frymëzon mu. Na lejo pak të shohim këto. Kalojmë më vonë tek pyetja. Le të shijojmë pak punimet, marrim atë esencën e parë të kësaj ekspozite që ti do të realizosh. Çfarë të frymëzon ty? Gjithçka. Domethënë teknologjia, domethënë arti, domethënë klasik i rilindjes, por tani në kohën moderne, edhe domethënë ajo që më frymëzon më shumë është ngjarjet e sotme, teknologjia, çfarë po ndodh në botë. Sepse arsyeja unë për vete merrem me art, sepse po shumë kanë studiuar, por nuk është se pikturoj për bë porositë, më thënë. Qëllimi im është të marr pjesë në ekspozita, të shpreh mesazhet e mia nëpërmjet pikturave, mundohem me lën mesazhe, emocione, me lën ashtu siç kanë lënë artistët e mi, si për shembull Salvador Dali, Andy Warhol, domethënë e shumë Picasso e tjerë, domethënë jo thjesht të bëj kopime, por të jem unik. Këto janë artistët që mund të themi që e kanë shënuar rrugtimin tënd artistik? Po, domethënë te pjesa e artit modern, Andy Warhol, domethënë artist amerikan, edhe gjithçka domethënë, mënyra se si ka bë punimet, mënyra se si ka fol, influenca si ka pasur në botë, Salvador Dali gjithashtu, si kanë shpreh mesazhet, domethënë janë gjitha bashkë, sepse një artist i mirë nuk është thjesht bësh pikturën, domethënë, ti duhet të jesh arti, duhet të bësh arti, domethënë. Duhet të shprehsh mesazhet, duhet domethënë qyshën veshje, qyshën folën, qyshën në pikturimin që bën, duhet me kanë unik, jo me kanë si gjithë të tjerët. Domethënë janë tana bashkë. Sa vështirë realizohet kjo, të qenurit unik, edhe i dallueshëm mes një murie të madhe me piktor të zhanreve të ndryshëm? Me të thënë drejtën është më vështirë mu përpjek mu bëhet dikush tjetër se sa me kanë vetvetja. Siç thotë Salvador Dali, mos u përpjek me arrit perfeksionin sepse s'ke për të arrit kurrë. Sepse kërkush nuk e ka arrit perfeksionin. E vërtet, në fakt. Gjëja më perfekte që mund bësh është të jesh vetvetja, të shprehësh vetveten, edhe domethënë të punosh me artin, me punimet e tua nga çfarë rrethon, çfarë ndodh nëpër botë. Kjo për shembull është një prej punimeve, kjo është punimi i kjo ka pasur diploma universitetit. Këto domethënë kur ishte të vendosesh me bë diplomën atë kohë sapo të filloi lufta. Po. Fatkeqësisht sot ashtu në luftë tu përhap shumë e madhe, ka rrezik. Me nisë edhe siç po flasin edhe luftë botërore, ja gjë shumë e tmerrshme. Këto kam pas dash me bë një punim të veçantë lidhur me luftën, se çfarë si lufta, çfarë shkatrimi sjell, por nuk dosha thjesht ta bosha një pikturë, edhe pa ta menuar ti fus njerëzit mbrana në pikturë. Edhe të përdor Faleminderit, të përdor teknologjinë, domethënë si kemi sot, VR headsetet virtuale, edhe kompjuterin domethënë sepse unë merrem edhe me dizajn, edhe dizajnin si 2D, si 3-dimensional. Punova atë edhe domethënë krijova komplet një qytet 3-dimensional,
ku shkatrum, domethënë sigurisht pikturum, sepse qëllimi ishte me bë mu duk si pikturë, po thjesht mi fut njerëzit më në pikturë. Brenda kësaj pikture. Edhe punova një fort. Një përvojë vërtet drejtëruese në fakt mendosh se si do të jetë të hysh brenda asaj pikture. Është diçka shumë. Edhe një pikturë e fuqishme, pra flasim për luftën, për pasojat që lej ajo. Po, kur futesh në pikturë është komplet qytet, domethënë komplet i shkatrum, i pikturum, por e ka atë emocionin e vdekjes së shkatrimit, edhe është pikturuar në përmure ndalimi i përdorimeve lanë bërthamore, sepse është një shkatrim total. Flitet edhe për, siç po e shohim sot, janë edhe vendosen edhe libra nëpër tokë, domethënë për drejtat e njerëzit, siç po e shohim si janë të vrarë, të masakruar fëmijë, spitale, edhe nuk pyet kërkush për veç vrasin për me pushtu. Kjo është gjë shumë e keqe, edhe ne i kena ligjet për mos me dëmtu fëmijët e gjërat e tjerë e spitalet, por nuk i por askush nuk i zbatojnë. Por shifet këto është domethënë diploma, po brenda. Domethënë futesh mbrana dhe ja çfarë sjell lufta, shkatrim komplet, një shkatrim komplet. Edhe domethënë ata që bëjnë luftë si janë shtete të fuqishme, duhet me provu me kanë në vend atin e fëmijëve. E vërtet në rolin e si kanë vrarë familjen, i kanë shkatruar shpinën çdo gjë. Kështu që është diçka shumë e keqe dhe këtë kam dashur me shpreh tek ky punim. Si ka për të shfaqur edhe në ekspozitë. Edhe mendoj e ke shprehur më së miri dhe të gjithë ata që do të kenë mundësinë të jenë pjesë e kësaj ekspozite dhe ta përjetojnë një përvojë është vërtet e fuqishme, të shkund brenda, të bën të mendosh e të reflektosh shumë në momentin që ti e sheh. Sa e vështirë është Eduard që të shprehësh emocione përmes një pikture, se me fjalë jemi të gjithë mirë për të shprehur emocionet tona, po përmes pikturës pastaj mendoj vetëm më inteligjentë dhe ata me shpirt më të ndjeshëm arrin ta kapin mesazhin e vërtet. Kjo është pyetje shumë e bukur, me thënë drejtën. Me thënë drejtën, në këtë kohë që kena ardhur nuk mund të flasim drejt për drejt. Nëse dalim nëpërmjet mediave dhe nëse flasim drejt për drejt, mund na mu gjyku shumë shpejt, edhe nuk mund folç domethënë siç e din edhe ti si gazetari, si çdo lloj artisti, nuk mund dalë me thënë ky ka bërë shumë keq kështu. Por nëpërmjet artit mund të fliç. Edhe mund ta sjellsh si art, domethënë. Është një mundësi si nuk mund ta kritikosh një artist për artin që bën. Për artin që bën. Kështu që arti është një mundësi shumë e mirë me shpreh mendimet e tua edhe emocionet e tua, edhe nuk ka drejt kërkush me të kritiku sepse është art. Kështu që unë mendoj për vete është shumë se ditë vjen natyrshëm, dikujt i vjen natyrshëm, unë vjen natyrshëm më mirë me fol nëpërmjet artit se sa me dal me fol ose me bërtit ose mu anku ose diçka. Kështu vjen më natyrshëm, më duket si një lloj domethënë mënyrë me edukat edhe artistike. Vjen natyrshëm, pëlqen edhe mendoj se është rruga e drejtë për me fol. E vërtet. Dhe nëse flasim për shprehjen e emocioneve, si nis një pikturë tek ti? Pra ti ke një ide në kokë, pastaj fillon e zhvillohet, nisi një skic apo e lë veten totalisht të lirë, spontan? Kështu ka pas nisën në shkollë të mesme, domethënë vite ide, vrap me bë skica, kështu gjërash. Por me kalimin e viteve, domethënë frymëzimi vjen në ngjarjet e përditshme për shembull, si ku ishte të nol lufta për shembull, ose punimi për shembull, punimi 2 metër me 2 metër flet për inteligjencën artificiale, domethënë. Për robotikën, ChatGPT-n edhe për gjithë gjërat e tjera si atë ndryshu botën, teknologjia, inteligjenca artificiale. Kështu që domethënë çana rrethon. Inteligjenca artificiale, ChatGPT, robotat, domethënë makinat elektrike që janë lëviz, ky përmirësim i rrjetet sociale tani domethënë janë gjëra të përditshme, si të frymëzojmë edhe ta napin atë smut ton. Po, sigurisht, nuk ka se tash domethënë me kalimin e viteve, nuk ka se ti thjesht frymëzohesh edhe hall direkt. Sot për shembull kur do të më bëj i punim çet bajagiko sepse do të i marr mesazhet e gjërat i shkruaj, venosi çka me zjarr si me fol, domethënë është si në mënyrë matematikore, domethënë i llogarit çdo gjë. Për shembull tek punimi 2 metër me 2 metër, çdo gjë që ja venos aty është venos për një qëllim, domethënë. Janë edhe simbole, për shembull, si i kanë marrë prej janë libri i simboleve, si kanë përdorur edhe artistat të tjerë, domethënë, si kanë kuptime dhe shprehin mesazhe, domethënë, edhe thjesht një figurë, një simbol, aty ka një kuptim, po, çdo gjë sot menohet, domethënë, te punimi çdo gjë është i kompozuar. Çdo gjë është i venosin
Pra nuk është kot, nuk është thjesht sepse duke i bukur, është për të realizuar një qëllim caktuar. Domethënë ajo, domethënë si kam pas bë dikur si vitin i frymëzim bane direkt nuk e baj më domethënë. Nuk është më sot menohet çdo gjë për çfarë do më venos këtë objekt, këtë gjë, domethënë është. A vjen kjo gradualisht me pjekjen tënde artistike? Po, absolutisht. Në fillim domethënë ne thjesht kena pas nis të pikturu për çef. Por me kalimin e kohës kur e venos më u bë artist për me shpreh menimet e tuja, me mu bë zë artistik, do të me mu bë zë artistik. Për të menduar gjë, po. Do të më menuar çdo gjë dhe do të më fol ashtu siç duhet. E vërtet, e drejt në fakt, është një mendim shumë filozofik për transmetuar pastaj me anë të pikturave tuaja. Cilat nga zhanret e pikturave ke më afër zemrës tënde? Pra shijon maksimalisht duke e punuar. Unë di që ti shijon të gjitha, po. Po. Me të drejtën çdo artist menej tash është arti modern, sepse jemi në kohë moderne, domethënë. Ti duhet ndjekësh kohën e sotme. Duhet shpresh sepse do më shpreh mesazhin, do më fol me njerëzit, do të më njeh një atë kohë si je, një atë rrymë si jashtë, domethënë, në momentit, edhe më bë epicendra, domethënë. Por si e kam nisur absolutisht rilindja domethënë edhe realizmi ka kënë që ka pas pëlqyer më shumë, edhe çdo artist mendon kur do më kalu te modernja, sepse sot po shohim se shumë artista çojnë veten artista dhe do më kalu direkt te modernja, po bë realizmin. Ti nuk mund shkosh tek filozofia edhe tek modernja, nëse ti nuk arrin akoma me arrit realizmin. Domethënë me kap detajet, me bë punime realiste. Kur të bësh punë Picasso për shembull, Picasso ka pas nis me punime shumë realiste. Më vonë ka kalu në abstraktën edhe në artin modern. Nuk kalon ti. Kjo është vërtet një çështje e mirë, unë falenderoj që ti e the sepse më duket sikur në hijen e këtij arti modern po bëjmë gjithçka artistike. Që në fakt nuk është. Bravo. Sigurisht, e para punë si herë, domethënë ajo si më duket më super gabim është se janë të bë art modern, edhe nuk din me shpjegu çka kanë bën ta. Domethënë arti modern është komplet filozofike, emocionale, domethënë një është arsye pse ka kalu në art modern domethënë. S'është bërë art modern. Te hekum domethënë gjanat e tepërta, e të kalojmë direkt te emocioni, tek filozofia, tek mendimi që kena dashur me shpreh. Kështu që nëse do më shpreh, domethënë mos më shpreh, po me detajet e të bukura ndiça, ti e pikturonat në mënyrë realiste. Por kur të bësh art modern, edhe mos dish çka ke shpreh ose të kopjosh artin modern, kopjosh një punim modern dikujt tjetër, arti modern nuk është për të kopjuar. E vërtet. Ti mund të kopjosh realizmin sepse tregon aftësitë e tua si pikturon. Por arti modern nuk është për të kopjuar, ti do të me bëj diçka tonë, po me shpreh diçka tonë sepse kjo është arsye sepse është art. Po pse është arti modern. Është art dhe njerëzit. Po edhe shumë domethënë i ka domethënë ty janë shumë kritike edhe me artin modern sepse ato tu gjithkusht të bë punime edhe të e zbekut. Por artistët modern janë shumë mirë. Po. Por kjo është gatresa sepse njerëzit ata që studiojnë me art, që studiojnë në universitet edhe gjithsesi e pëlqejnë artin, e dinë këtë gjë. Sepse arti modern është shumë i mirë, edhe domethënë janë shumë inteligjent, sepse domethënë ka filozofi edhe mendime lidhe me çdo gjë, me shkencën e me çdo gjë. Domethënë edhe është shumë i mirë. Por ka disa si duket shumë i lehtë, po edhe dalin të punon, por nuk është ashtu. Për shembull, Marcel Duchamp është një prej artisteve, domethënë kur e mendon, ai ka pas bë është pista e banjeve, edhe aty e ka pas bërë një ekspozit, por kur e mendon një është shumë çesharake, por ajo arsye sepse e ka bërë ai, është për mi dhënë mundësi artistëve si mos më punu veç në telajo. Domethënë unë prej tij edhe prej punimeve të tija kështu, unë jam frymëzuar për të bërë diplomën në universitetit, të përdor mediat e tjera. Ai pa të bë këta gjëra për me thy këtë mundësi si do të më pikturu veç në telajo. Të përdor teknologji tjera, mas tani ka pas përdor mediat e tjera, ka përdor kompjutere, gjëra, domethënë ai na ka dhënë këtë mundësi për me çu art në një tjetër nivel. Mu hap. Dhe është bukur në fakt ta mendosh. Vërtet më pëlqen shumë ideja jote e temës diplomës, vërtet më ka fascinuar që në momentin e parë që ti më ke treguar për të. Nëse flasim për ngjyrat, cila është ngjyra jote e preferuar? Mos më thuaj të gjitha. Jo, nuk do të them të gjitha, por do të them
ngjyrat janë siç emocionet tona. Dhe me thonë, kur i vëj ngjyrat, dhe me thonë, çdo lloj ngjyrat ka emocionin e vet. Kështu që sot mund të më pëlqejnë e kuqja, sot mund të më pëlqejnë jeshilja, sot mund të më pëlqejnë bluha, po kjo varet sipas emocionit dhe sipas rrethanave që kam. Dhe me thonë, ngjyra janë të shumta. Janë të gjitha, por ngjyrat nuk i shoh si ngjyra preferume, por si emocion. Por mund të them e kuqja është e bukur, e verdha, bluhja. Unë vërej që ti pikturon me ngjyra. Pra nuk je nga ata që je fokusuar vetëm tek bardhëzi. Jo se ka diçka të keqe tek bardhëzi, ke edhe piktura bardhëzi, po mbi të gjitha janë emocion, janë piktura shprehse, të cilat të tregojnë. Këta nga sa janë disa që i ke piktuar me rezervë. Janë me laps, me rezervë. Këtu për shembull është një vizatimi Romës, ku kam qenë në Romë si kam bë. Është pallati, domethënë, i mbretit parë italisë po të bë, domethënë edhe është shumë i bukur, edhe i po ta bë foto, edhe deshta me sfidu veten se sa mund shkoj në detaje, domethënë. Edhe aty po ta bë me lavs, me rezervë, edhe po ta mundu me dhënë maksimumin e detajeve. Siç ta thash më përpara, para se me nisë arti modern, jam po fokusu se sa mund shkoj me realizmin, domethënë, edhe në detajeve. Atëherë, masi e mbrita atë pikën si deshta vet, tash do të kaloj, do të flas, domethënë. Po. Është si çdo lloj profesioni. Një lloj rrugtimi. Në fillim do të më mësu, Mëson kur je konfident dhe ke mësuar gjonat, atëherë je gati për me shpreh vetveten. Edhe sot mendoj që jam gati të filloj. Kjo është vetëm fillimi, të shpreh vetveten. Absolutisht, po, është vetëm fillimi dhe unë mendoj një fillim shumë i mirë me një ekspozitë tënde personale, me gjitha ato punime. Jam kurioztare të di punimi 2x2, sa kohë të ka marrë? Shumë kohë. Me të thënë drejtën, si diplomën e kam pas kry, aja 2x2 e tekstilit ka pas kanë diploma e tekstilit. Edhe kur e pata mos si ide, atë kam kry për 1 muaj. 1 muaj. Por kam punu, domethënë, po orar, domethënë. Se ishte domethënë me punu ka dal, ke domethënë çet kohë më shumë, por fatkeqësisht të dyja punimet e moja si këtë tjetër nuk kam pas kohë me punu ka dal, edhe veç kam punu fort. Po, në garë me kohën edhe të punu, domethënë në ditë sa kisha mundësi puno sa më shpejt, me orë, pa i numër orë. A e zbeh sadopak produktivitetin ky presioni i madh apo e rrit si një lloj adrenaline? Kjo është pyetje shumë e bukur tash. Me të thënë drejtën, unë kam rrit një pikë tash, sepse kam shumë vite si punoj, edhe aja bukuria nuk është më duke punu, është si me thonë abo si muskull. Por bukuria është kur e kryj atë punim, mesazhi që kam dosh me shpreh ta. Dhe me thonë është përfunimi. Kurse punimi është bo si disiplina, bo si muskull, e bëjmë, por qefi është kur përfundon. A ka pasur raste kur përfundimi nuk ka qenë fare afër me atë çka ke nisur? Falë Zotit, unë kam eksperimentu shumë. Kur kam pas bë këtë diplomën e universitetit, e kam pas bru profesoreshës 2 ditë për para. Edhe i thoshe profesoresh Nirvan, se përshëndes shumë, ka kënë shumë profesoresh e mirë. E përshëndesim edhe ne. Edhe i thosha, du me jam të bë këtë, jam të regu këtë, mirë, thote, mirë, po je për diplom, thote, po mos me dalë, mos me të bë, thote, po kujdes se e bosha këtë, edhe kam pas momente se ishte gati të më shku, dhe me thonë, keq, por falë Zotit, në fund ka të rezultati mirë, po. Edhe kam arrit mi përfunu deri më sot, edhe këtë diplomën 2 metër me 2 metër, dhe me thonë, pikturën, si e kam në ekspozit, para një javë është përfunu. Edhe dhe me thonë, e kam nisë, si do të përfunoj, por përfunoj, dhe ta shumë mirë. Ku e shef veten pas 5 vitesh? Me të thënë drejtën, kam dëshirë të hapem sa më shumë, jo veç në Shqipni edhe jashtë. Kështu që do të hapem siç tek piktura edhe tek filmi, edhe du t'i bashkoj bashk. Qëllimi jam është t'jem një artist unik, vetvetja, edhe mos t'jem vetëm tek piktura, por edhe tek filmi, të dyja bashk. Ashtu siç jam të njeh shembullin e artistëve mirë preferuar, si ashtu siç Salvador Dali, siç Andy Warhol, ose Leonardo da Vinci,
Leonardo da Vinci ka kanë, domethënë, ai ka kanë shkencëtar, ka po. kanë fenomenal, ja veç në pikturë, në arkitekturë, në design, në shkencë, domethënë, filozofi, domethënë, por edhe Salvador Dali për shembull, ka marrë pjesë në filma, domethënë, në reklama, i ka drejtu vetë ai si regjisor, në piktura, instalacione, edhe këtë gjë du me bëha dhe vetë, më thënë drejtën, kjo gjë më pëlqen, dhe më thënë, ashtë poshtu si që aktor edhe në regji me drejtu filma, edhe ashtu edhe në piktur, edhe mi bashku bash, mi sjell një mënyrë shumë veçantë. Për shembull, përveç punimeve si janë pikturat, aty ka për të pas, për shembull, si që sheh me headsetin në VR, punime digjitale të tjera, si kanë bë, domethënë janë domethënë një variant i ndryshëm. Dhe unë jam shumë e lumtur, paçka se na vjen keq të themi rruga e mbar, por vërtet i paç gjithmonë rrugë të hapura dhe arrish sukses pas suksesi, sepse meriton, sepse një djalë që punon vërtet shumë, por mbi të gjitha ke një talent të jashtëzakonshëm. Shumë faleminderit. Jam shumë e lumtur që patëm mundësi të prezantojmë edhe para publikut, se ne të njohim. Dhe jemi jashtëzakonisht shumë të lumtur me ty, por jam shumë e lumtur që patëm mundësi të njohim edhe për publikun shkodran, pak më shumë nga ti, pak nga zemra, nga mendja edhe nga talenti yt. Të shkoj sa më mbar ekspozita, mezi presim. Shumë faleminderit, ishte kënaqësi. Faleminderit edhe ju miq që keni përcjellë një intervistë të tillë, urojmë ta kemi merituar privilegjin e kohës suaj.